Të del ambasadori, se po flasim me një OAI në një kohë tjetër. Tani jemi në vitin 2022. Të del ambasadori gjerman dhe të thotë, të lutem thot, nuk po zbardhni historinë, por restauroni shtëpinë e një bashkëpunëtorit i njohur nazist të divizionit Skënderbeg. Si është reagimi juaj ndaj faktit që po të flet një gjerman? Një diplomat, një njeri qartë për... Edhe unë po të kisha qenë në pozitën ambasadorit gjerman, do të thoja po të njëjtën gjë. Dhe e di përse, për faktin që pati një fushat të ashpër në Beograd, në mediat e Beogradit, në ballinat e të gjitha gazetave, në lajmet qendrore, dhe intervistuan edhe Ministrin e Kulturës së Kosovës, dhe ai në një mënyrë u distancuan nga figura e Xhaferdevës. Ai tha që mirë, shtëpia ka vlera arkitektonike, tjerë, ne pranojmë shqetësimin tuaj për kontraverzat rreth figurës së Xhaferdevës e tjerë, dhe kjo bëri që Serbia të kalojnë në një fazë të re. Në një fazë të re. Ç'lidhje ka Serbia me Xhaferdevën? Se kuptova. Xhaferdevën e kemi ne problem. Xhaferdeva ka vrarë shqiptar. O si gjithmonë fajti. Ç'a lidhje ka Serbia këtu? Nuk ka vrarë shqiptar, po të kishte vrarë shqiptar, që është gënjeshtër e sajuar nga komunistët shqiptarë për 4 shkurtin. Si që ka gënjeshtër 4 shkurtin, kam vdekur njerëz. Kam vdekur njerëz. Po i kanë vrarë komunistët, i kanë vrarë ata që e vranë Shqipërinë për 25 vite. Si e shpjegoni unë, ata e pranë. Pak më në detaje këtë, si e versioni tuaj. Po flasim futemi në detaje, bëjmë një emision për 4 shkurtin. Po e bëjmë, e bëjmë ose kam vdekur njerëz, si që ka kjo histori. Kjo është të mërshme. Po ata njerëz i kanë vrarë ata që e vranë Shqipërinë për 25 vite. Po Xhaferdeva, ç'a bëri aty? Po i bënte freskë? Kanë përdhunu fëmijë ata, divizionit Skënderbeg, në allataristët, më që po thoni? Leni ato prallat të terroristëve që terrorizuan Shqipërinë për 25 vite. Wow! Më vjen keq, po unë nuk e bëj dot këtë lloj debati me një të tillë përballë, nuk bëj dot debat, sepse të vësh ndyshim, të vësh zotri me ty e mbylla, po shikoj drejtu e mbylla me ty. Që ata mësuesit e Nezmedin më fal. I kanë sajuar. Okej. Ty një futi nderim Allah e të lërë dhe e rregull ti vlla. Po lërët i se... Po vërtet, po për i klerin qa mendoni Nezmedin? Qa përshtypje keni atëra? Mos ju duket njëri i mirë? Nazist apo çfarë mendimi ke? Qa mendimi ke? Mos kanë gënjur komunistët dhe për i klerin dhe ai është burr me vlera? Po, jo, Hitleri ishte një udhëhes politik i cili bëri krime kundër njerëzimit, e i cili është dënuar botërisht edhe si them në akte ndërkombëtare. Po, Xhaferdeva ishte bashkëpunëtori i Hitlerit. Bashkëpunëtori i Hitlerit, po ta thot ambasadori një vendi që ka dënuar nazizmin. Ja thonë dhe amerikanët, se gjermanët do t'i shikoj. Edhe amerikanët ke online një dosje të CIA-s deklasifikuar vitet e fundit dhe lexojnë mirë. Tani le t'i kthemi debatit. Unë e kuptoj. Po amerikanët e diskutojnë këto për ju janë letra pa vlerë. Janë letra pa vlerë. Tani unë e kuptoj se duhet vendosemi në kontekstin e kohës. Në momentin që ku po planifikoj pushtimi i Shqipërisë, edhe merren masa si në çdo vend normal që do shkojmë, do pushtojmë Shqipërinë sepse Italia po largohet dhe kjo pjesa e frontit Evropës juglindore na ngel bosh. Aleatët mund zbarkojnë. Forca skemi se janë të lidhura gjitha me luftim në frontin e lindjes. Çfarë duhet bëjmë? Pra vendim politik pikë pari. Dhe thuhet që shqiptarët duan pavarësinë. Atëherë leva e pushtimi do të vendoset në Kosovë, thot Ribbentropi, sepse shqiptarët e Kosovës bien dhe ngrihen me Gjermaninë sepse e shikojnë si një mundësi, si një shpresë ndaj rrezikut serb. Është krejt e kuptueshme. Është absolutisht krejt e kuptueshme që çdo kush që shqiptarëve të Kosovës u ofronte një fije shprese kundër rrezikut shekullor serb, patjetër që do të mirëpritej, sikurse u mirëprit edhe pushtimi. Duhet thënë që kjo Shqipëri e madhe që u krijua gjithmonë në letër. Nuk pati asnjëherë
nuk pati asnjëherë një do thënë Po shikoj, jo vërtet, për ta mbyllur konceptin, një moment. Ja ta mbyll fjalën. Një sekond me vetin. U morën masa. U dërgua një përfaqësues gjerman austriak, në fakt njohet shumë i mirë i Shqipërisë, Franz von Steiger, austriak, kishte jetuar mbi 20 vjet në Shqipëri, oficer i luftës së parë botërore i Austro-Hungarisë, punoi dhe jetoi në Shqipëri. Dhe si njohës i mirë i vendit, u dërgua, pra u thjerë në takim nga Hitleri, ku e ka marrë detyrën personalisht, dhe u dërgua në Shqipëri, jo në Tiranë, u dërgua në Mitrovic dhe kontakti i parë ishte pikërisht Xhafer Deva. Pse? Sepse në të gjithë dokumentacionin gjerman theksohet që është njeri i besuar i gjermanëve. Kështu është krejt normale, si të shkosh sot në një fshat, do merresh me atë që e di që ke thënë, do merresh spanjor. Këtë fakt ju e pranoni apo jo? Në Zhvetin e pranoni ju këtë fakt? Po, e pranoj. Xhafer Deva sigurisht që ishte i besuar i gjermanëve. Po. Deri në këtë pikë jemi dakord. Ju nuk pranoni që ai ka bërë krime. Këtu ndahemi? Po, sigurisht që nuk ka bërë krime, sepse i marri me radhë, po. I marri me radhë. Do me thënë, në këtë pikë jemi bashkë. Përmende edhe cia në dokumentet e vetët të publikuara, e diskuton akuzat që i bën Xhafer Devës për 4 shkurtin, dhe konstaton që ai nuk ka fajin në këtë gjë. Kështu që tani Xhafer Deva një ditë në datën 4 shkurt. Daloj vetëm një sekond. Jo. Një sekond. Gazetën Bashkimi. Shqipëria atë histori që po jo më zoti po flas për artikullin në botuar në Gazetën Bashkimi nga Xhafer Deva. Artikulli i tij. Gjaku don gjak. Terrori kërkon terror. Shiko, një sekond që të dëgjojmë, një sekond se nuk kam asnjë interes për audiencë. Në Zhvedin. Po. Ja e fjallën zotëriut, unë nuk e ndërpres. Më ja fjallën mu, po mos më ndërpres. Jo, nuk të ndërpres. Vetëm një sekond të shpjegoj unë diçka. Nuk të ndërpres, jo. Kam interes të mos ndërpres asnjërin që të kuptojmë ku dallojmë ne, ku ndryshojmë. Biem dakord, të dyja palët në një pikë që ai gjermanët ishte njeriu gjermanëve. Këtu ram dakord. E kaluam këtë moment. U zgjodh prej tyre. Tani, a bëri krime apo jo? Në këtë pikë nuk kemi dakord. Në Shqipëri po themi ka bërë 4 shkurtin, ka bërë krime. Gjermanët e tanishëm thot ka bërë, në Kosovë thon jo. Këtu duhet të sqarohemi. Duke pasur parasysh që ambasadori gjerman në Kosovë nuk është një njeri i pa informuar dhe nuk ka nevojë të manipulohet nga serbët. Apo jo? Jemi dakord për këtë. Jo, është i manipuluar në këtë ambasadori gjerman nuk reagoi, sepse shiko, diplomacia serbe u çoi dokumenta për Xhafer Devën. Një mori dosje për Xhafer Devën të gjithë ambasadave që janë në Prishtinë dhe në Beograd. Po këtë ta bëjmë edhe ne, këtë e bëjmë ne, sepse këtu ka fakte. Po, dëgjoj, ju dërgoj, më kontaktuan disa ambasador, të cilët më thanë se çfarë të, thash është propagandë serbe. Pastaj intervistuan ministrin i cili gazetarët serb, i cili u shpreh me tone të buta dhe atëherë ndërmorën e re, do të thonë filluan me sulmuar me shkruaj të gjitha instancave në Bruksel, në New York, edhe nuk pati reagim të leadershipit të Kosovës. Nuk përkundrazi, doli vetëm suroj dhe i bëri të njëjtat akuza ndaj Xhafer Devës siç bëjnë propaganda komuniste natyrisht. Ai kishte jati i tij ishte një terrorist komunist. Dhe çfarë do bënte? Tani veton suroj nuk është i pa informuar. Gjithsesi, largohemi pak dhe qëndrojmë te çfarë na ndan. Shiko. Dëgjoj, problemi ishte që posaçë në momentin që u paraqiten disa personazhe në Kosovë, të cilët i pohuan dita gjëra, çfarë thoshin diplomacia serbe, atëherë ambasadori gjerman u vuan më shpalla për mua. Po jo mor, më nesmetim, ambasadori gjerman është ambasador, nuk ka nevojë, nuk është kalema që po i thon diplomat. Po përderisa ti bën akuza, Gjermania është financuesi kryesor i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian e financonte këtë projekt. Gjermania është financuesi i UNDP-s. UNDP ishte pas pjesëmarrëse në financimin e këtij projekti. Unë jam e sigurt që ky projekt ka për të drejtuar nga UNDP-a. Nazizmin. Sigurisht do të dalë, do të distancohet. Atëre, largohemi se këtu më largohemi nga parat,
ikim nga Parat dhe rim te Xhafer Deva në Shqipëri. Nexmedin, dua të ndaloj vetëm një sekond te Xhafer Deva në Shqipëri. Jo ç'a na kanë thënë serbët ne, po ç'a dim ne. Dhe kur them ne, më vjen keq që u bëra pal, po un jam pal kur bëhet fjalë për drejtën dhe të padrejtën. Po mirë. Po, të kërkoj ndjes. Bashkë kemi miq, kjo se prish faktin që jemi miq. Atëre. Kush është Xhafer Deva? Ajo që unë shoh është që jemi përballë faktit të bërjes histori në opinione, dëshira dhe nostalgji popullore dhe fakteve dokumentare historike.